Si u lidh gazetaria jote për korrupsionin me angazhimin në çështjet mjedisore? Së pari, ne besoj se përveç se gazetari jemi edhe qenie humane, njerëz, jetojmë në këtë vendin tonë. Dhe mjedisi është ai me të cilën ne na jep jetë. Para se të kryejmë profesionin tonë, duhet të kujdesim edhe për mjedisin. Por sigurisht, duke qenë të themi gazetare specifikuar më së shumti për korrupsionin apo edhe për krimin organizuar, kam parë që mjedisi i bashkon edhe këto fusha. Sigurisht jam e vetëdijshme që zhvillimet ekonomike duhet të sjellin dhe edhe zhvillimin e ekonomisë apo në sektor të ndryshëm. Por unë besoj fort që një qeveri e përgjithshme duhet të kujdeset fort dhe për të ardhmen. Ne kemi trashëguar një mjedis dhe Shqipëria në gjykimin tim ka qenë një nga vendet më të favorizuara, por edhe zhvillimet dhe vendimarrjet e qeverisëve të mëvonshme, në të cilat në zonat krejtësisht të paprekura vendosën të zhvillonin projekte që nisnin ose përfituesit e vetëm ishin vetëm pronarët e tyre dhe jo komuniteti, dhe më pas duke ndjekur këtë agenda, duke ndjekur këto vendime, pash që njerëzit ishin të impaktuar. Banorët aty bëjnë protest sepse ju merret ujë, uji është jeta atyre, ndikohet gjithçka rreth këtyre. Pra ti qoftë edhe në një bisedë informale ti impaktohesh si gazetare dhe më pas ti shikon që ka histori korruptive aty. Dhe kështu ka nisur gjithë historia të themi duke u përfshirë në çështjet mjedisore. Pse raportimi i çështjeve mjedisore është ndër më të vështirët dhe ku qëndron realisht problemi? Në eksperiencën time mendoj që ata që janë më së shumti të informuar janë qytetarët, sepse impaktohen. Çështjet mjedisore në të ndjera ose në impaktin është shumë i dukshëm, por problemi më i madh është të provosh keqbërjen ose keqvendimarrjen e institucioneve. Në fakt problematika qëndron te vendimarrja. Kujtoj në 2022 u desh rezoluta e Këshillit të Evropës që të përmendte specifikisht kush ishin ligjet që kishte shkelur shteti shqiptar në dëm të mbrojtjes së mjedisit. Futet në çështjet më të vështira për të raportuar, po për të ngritur problematika dhe çështjeve mjedisore është shumë e vështirë. Pra, çështjet mjedisore janë ata që ti duhet i ndjekësh, nuk kanë janë ato çështjet që gazetari i sheh, i vjen me komunikat për shtyp. Pse i konsideron çështjet mjedisore më sfiduese për t'u raportuar? Çdo histori ka sfidat e veta, por do e konsideroj çështjet mjedisore shumë më sfiduese. Çështjet mjedisore u lërasin, por impakti nuk është, ti duhet të kesh vesh për ta dëgjuar, të themi. Që këtu mendoj që është sfida e parë, sa sensitiv është gazetari për të ndjekur këto çështje. Më pas, si dhe tash, është edhe kultura jonë e raportimit. Sa i përket çështjeve mjedisore, mendoj që nuk kemi një kulturë. Çështjet mjedisore janë nga ata çështje në gjykimin tim që nëse ti nuk i ndjek, janë aty të heshtura dhe pasojat ndiqen më vonë. Të themi në mes të Tiranës, po të shohësh të gjithë planet vendore ose planet administrative ose planet që për planifikimin e territorit kanë të përcaktuar në çdo projekt që miratohet për leje ndërtimi, kanë të miratuar bërjen e të themi mini parqeve të rigjigbërimin. Pra, projektet që miratohen ka një sipërfaqe gjilbërimi aty. Dhe ne jemi koshient të tërë që vetëm sipërfaqe gjilbërimi nuk ka në Tiranë. Në bllogjet e tëra të pallateve ne kemi vetëm beton. Ndonjëherë, duke qenë që ky është kriter ligjor, ndoshta mjafton vetëm kaq që një prokuror me kurajo mund të grenjë pa didhe për të nxjerrë pastaj gjithë zinxhirin e keq menaxhimit të territorit në Republikën e Shqipërisë. Cilat ishin pengesat kryesore në këtë investigim? Pengesa ishte së pari tek dhënia e dokumentave, sepse kur flasim për histori holumtuese apo histori të thella apo qoftë edhe investigative, ti duhet të kesh dokumentet.
Asnjë institucionet që i pihet të jetë Ministria e Energjetikës, Bashkia e Tiranës apo Drejtoria e Ujësjelljes Kanalizimeve, asnjëra prej atyre nuk na siguroi dokumenta sa i përket kontratave të nënshkruara. Madje, aktualisht për shkak të themi të vendimarrjeve të gabuara, ne duhet të shpenzojmë, qeveria shqiptare apo nëse duhet të kemi një impiant të ri për jetën tonë që është thelbësore, duhet të konsiderohet një buxhet të themi po me të njëjtën shumë, sepse impianti për të cilën është shpenzuar para për gjatë këtyre 5 viteve nuk funksionon më. Së dyti, si edhe thash, ishte vështirësia për të folur me ekspertët. Gjithmonë të ndihmojnë, të japin mendimin e tyre, por që refuzojnë të dalin publikisht. Më pas, kush ishte edhe për të përcaktuar edhe për t'i thënë publikut që kush janë dëmet e shkaktuara. Njerëzit thonë janë kaq të pashpresë tani sa që fundi një histori gjithmonë, okej, bravo, e bëre, shkruajte, por asgjë nuk do ndryshoj. Pse dokumentet që lidhen me projekte të mëdha financiare shpesh shpallen sekrete? Në tërësi, unë mendoj që çdo dokument që ka më pas një aferë është totalisht pamundur për ta marrë zyrtarisht. Nga ana ligjore, gazetarët kanë të drejtën të bëjnë ankimimin e komisioneri i për drejtën e informimit, por edhe ai flet me një gjuhë diplomatike dhe rruga e vetme është për të shkuar në gjykatë. Gazetari nuk mund të ketë kohën pafund. Në gjithë eksperiencën time, gjitha projektet që kanë të bëjnë me sasi të konsiderueshme parash dhe me vendimarrje që nuk kanë ardhur si rezultati një gare apo të zbatimit të procedurave ligjore, gjithmonë konsiderohen sekret. Pse mendon se gratë janë grupi më i prekur nga çështjet mjedisore në Shqipëri? Çështjet mjedisore të impaktuara më së shumti në Shqipëri për shkak të kulturës sonë që kemi janë gratë. Të themi, siç u përmenda që pari rastin e erozionit, domethënë në bujqësi pjesën më të madhe të punës kryhet nga gratë, për fatin tonë të keq. Shqipëria që kam parë unë nuk është ajo Shqipëria që ka mundësi që fermeri të blej mjete motorika apo mjete që të ndihmojnë. Shumicën e punët bëhet me gra dhe janë gra ato që punojnë. Pse e konsideron historinë e aeroportit të Vlorës një nga rastet më të rëndësishme dhe më sfiduese që ke raportuar? Shkrimi që ne kemi raportuar në mos gaboj në 2021, më pas u shënua dhe me një fushat të tërë dhe unë jam shumë e lumtur që të themi Eko Albania ndërmori iniciativat të plota ose të mira advokaci dhe arriti të sensibilizoj dhe opinionin ndërkombëtar. Dhe jemi edhe aktualisht edhe të hapja një procesi hetimor nga prokuroria e posaçme. Jam e lumtur të themi përveç faktit që ne shpjeguam në histori dhe vërtetuam si erdhi kjo vendimarrje, por jam e lumtur që shkruajtëm sepse ishte dhe sfida që ishte të themi, është që unë duhet i provoja editorit tim që zona me të cilën u hoq nga zona e Nartës ku zhvillohet aeroporti aktualisht, u hoq nga harta e zonave të mbrojtura, ishte tmerrsisht sfiduese që unë të projekt se po flasim pikërisht për të njëjtën zonë, sepse mungonte hartëzimi, mungonte pikëzimi.